Vdekja tragjike e vllait të mitur të Gjestit zbardhen detaje nga aksidenti. Shoku i tij në gjendje kritike. Në një aksident tragjik ka humbur jetën tragjikisht të premte vllai fituesit të Big Brother VIP Albania 4 Gjesti. 2 persona kanë qenë në motociklet, ndërsa dyshohet se kanë humbur kontrollin në motomjetit dhe janë përplasur me një makinë. Kjo sipas informacioneve të para, teksa hetuesit janë akoma në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë punën e tyre. Vdekja e njërit prej të aksidentuarve, që është edhe vllai i Gjestit, është konfirmuar në vendin e ngjarjes, ndërsa personi i dytë që ishte në motomjet me të është duke marrë trajtim në emergjencën e spitalit rajonal të Pejës. Sipas mjekëve, gjendja e tij është e rëndë. Është raportuar që është një person i ndalur për aksidentin, por sipas policisë, një gjë e tillë nuk është e vërtetë deri në këto momente, pasi duhet të pritet për identifikimin e shkaktarëve të aksidentit. Policia. Rreth orës 14, policia është njoftuar për një aksident në Pejë. Në aksident ishin të përfshira një vetur dhe një 4 ciklet. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me autoambulancën, ku mjeku ka konstatuar vdekjen e një personi. Një tjetër ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës u shpreh Gashi.